Unë jam tani thjesht një pensioniste. Rikthehem shumë shpesh në të kaluarën time, në rinin time, e veçanërisht në vitet 90-ta. Merrem edhe me shkrime, kam bërë një libër autobiografik kujtime, cilin e kam emërcuar Rrëfimi i një jete për Kosovën, para 4-5 vjetësh. Tani zvoni kam botuar një libër për helmimet e vitit 90, që kam titulluar Helmimet, krimit dhe mashtrimi. Tani po punoj prapë edhe në një libër tjetër ku pretendoj të merrem me situatën aktuale dhe qëndrimet e mia, vështrimet e mia lidhur me aktualitetin politik. Mendoj që dy Koriku është një kthes e madhe në historinë e re të Kosovës. Unë vlerësoj se dy Koriku, përveç që ka një rëndësi të jashtëzakonshme, se për herë të parë u shpall deklarata e pavarësisë së Kosovës, me të quajturën deklaratë të pavarësisë dy Korikut. Ai ishte në të vërtet edhe një abrogim i vendimeve të kuvendit famkeq të Prizrenit të mbajtur në vitin 1945, ku për fat të keq shumë delegatë të cilët paraprakisht kishin nënshkruar, kishin firmosur kuvendin e Bujanit, pastaj hoqën dorë nga kuvendi i Bujanit dhe vendimet e tij të drejta, dhe në presionin e dhunës ushtarake dhe administrimit ushtarak, praktikisht në kuvendin e Prizrenit praktikisht e realizuan aneksimin e dhunshëm të Kosovës me Serbinë. Kështu që kjo deklarat edhe në këtë kuptim ka një rëndësi të jashtëzakonshme, sepse praktikisht aty u abroguan vendimet e turpshme të kuvendit të Prizrenit. Deklaratën e pavarësisë dhe shpalljen e saj e mbajt mend shumë mirë dhe më kujtohen hollësi nga ajo ditë. Unë mendoj që roli i deklaratës së pavarësisë, roli i deklaratës së dy Korikut është i jashtëzakonshëm. Ai ka një vlerë të jashtëzakonshme si akt themeltar i shtetësisë së Kosovës në historinë tonë të re. Dimensioni që e ceka në fillim, që me këtë akt praktikisht është bërë abrogimi i vendimit të kuvendit famkeq të Prizrenit që Kosova t'i bashkohet Serbisë federale, ka po ashtu një rëndësi të jashtëzakonshme dhe është e turpshme se si deklarata e pavarësisë nuk vlerësohet edhe nuk afirmohet ashtu siç duhet, domethënë nga institucionet politike dhe shtetërore të Kosovës. E mos të flasim për partitë politike të cilat edhe ato mund ta bëjnë eventin e shënimit të deklaratës së pavarësisë. Këtu te ne mendohet se gjithçka fillohet prej nesh. Kjo është. Një ditë më parë me një korik kishte ardhur tek unë zonja Eva Brentli, emri i saj i vërtet e korrekt është Eva Tereza alias Brentli, mbiemri i burrit është Brentli. Dhe unë nuk e dija pse pikërisht kishte zgjedhur atë ditë për të ardhur. Me dy korik në mëngjes, ajo u zgjua dhe kërkoi me këmbgulje që të dalim së bashku para kuvendit. Neve ne ishte thënë që atë ditë të mos dalim para kuvendit, unë atë kohë isha në krye të shoqatës së gruas të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe ne ishte thënë që atë ditë të mos dalim para kuvendit, sepse në një mënyrë të gjithë ne ishim të përfshirë në deklaratën e pavarësisë. Dihet se deklaratën e pavarësisë e formuloi zoti akademik Desmond Zajmi, natyrisht me pjesëmarrjen edhe të disa udhëheqësve të tjerë të atëhershëm televizjes politike të Kosovës, por përpiluesi i saj ishte akademik Desmond Zajmi. Unë i thash Evës që neve na është thënë të mos dalim dhe se kishte arsye për këtë mirë, po këmbgulja e saj ishte aq e madhe, saqë absolutisht nuk kisha asnjë mundësi ta refuzoja. Dolëm para kuvendit. Delegatët ishin tubuar para ndërtesës së kuvendit sepse pushteti nuk i lejonte të futeshin brenda në ndërtesën e kuvendit. Ata nuk e dinin se shpallja e deklaratës së pavarësisë
jashtë objektit të kuvendit, do t'jetë apo nuk do t'jetë valide, do t'jetë apo nuk do t'jetë legale. Kështu që hezitonin ta shpallin. Eva i thiri sekretarin e kuvendit, jo një herë, 3 herë radhës, dhe i tha që me një herë të filloj me shpalljen e deklaratës së pavarësisë. Ata hezitonin. Herën e tretë, dukshëm e nervozuar, ajo ju tha që nuk duhet të pritet asnjë moment, por deklarata e pavarësisë duhet të shpallet, sepse nuk ka fare rëndësi vendi se ku shpallet, por rëndësi ka kuorumi, duhet të ketë kuorum kishte, kështu që ajo do t'jetë valide patjetër. Posa Eva me insistimin e tretë realizoi që ata të dëgjonin, ata do të thonë kishin jurista të brenda kuvendit, mirë po ata nuk e dinin do t'jetë apo nuk do t'jetë valide. Eva si eksperte brillante e drejtës ndërkombëtare i bindi që të filloj ta shpallin dhe se ajo është valide, domethënë pavarësisht se vendit se ku shpallet. Ata filluan shpallin dhe posa filluan shpalljen e deklaratës së pavarësisë, neve të dyjave na arrestuan, na dërguan në stacionin policor, na ndanë, mua më urdhëruan të shkoj në katin e dytë, ku më merrte në pyetje njeni nga shefat kryesor të sigurimit shtetëror, dhe Evën e dërguan në një hapësirë tjetër, së bashku me qenin e saj Voldo, sepse Eva ishte plotësisht e verbër. Presion të jashtëzakonshëm dhe më thanë se do të ngrisin akt akuzë kundër meje për luftë, dhe më thanë kundër shtetit Jugoslav, dhe përmes familjarëve të mi, unë angazhova avokatin, zotin Bajram Kelmendi, për të më mbrojtur, i erdhi me një herë aty. Evën e kishin maltretuar psikikisht jashtëzakonisht shumë. I kishin bërthitur, e kishin sharë, sërbisht, duke menduar se ajo nuk i kupton. E kishin keq trajtuar edhe qenin e saj, i cili ishte siguria e saj, i cili e udhëhiqte Evën në jetë. E kishin goditur në kokë dhe pas një viti qeni i saj mori kancer dhe Eva paditi shtetin e Jugosllavisë për këtë. Situata ishte, domethënë, mjaft e rëndë, veçanërisht me Evën, ata nuk e dinin se Eva ishte polake. Eva ishte polake, ebreje, dhe ajo natyrisht e kuptonte edhe serbishtën, i kishte kuptuar të gjitha sharjet që i kishin bërë. Me atë rast, para se të na arrestonin, Eva dha një intervistë të shkurtër, të cilën ju ndoshta edhe e keni dëgjuar, ku praktikisht e dha mesazhin që deklarata e pavarësisë duhet të shpallet, sepse ajo do t'jetë valide pavarësisht vendit, domethënë me që ka quorum dhe quorumi është krejtësisht në rregull. Unë mendoj se duhet ta them patjetër se ishte merit ekskluzive e Evës që deklarata e pavarësisë e dy korrikut u shpall në 2 korrik. Unë nuk them se ajo nuk do të shpallej më vonë, mirë po kur nuk i dihet se çfarë mund të mendonte pushteti. Ai mund të mendonte dhe ta zbatonte arrestimin e 2 ose 3 delegatëve, quorum nuk do të kishte dhe atë vendimi i shpalljes së deklaratës së pavarësisë më nuk do të ishte i vlefshëm, nuk do të ishte e mundur të shpallej pavarësia. Eva ishte antare e lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane. Dhe komuniteti jonë shqiptar atje, diaspora, kishte bërë një punë të shkëlqyer duke angazhuar Evën në lidhjen qytetare shqiptaro-amerikane. Sepse ajo punoi jashtëzakonisht me përkushtim, me vite të tëra për ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës dhe për Kosovën në përgjithësi. Ajo ishte një fat i madh që ajo si eksperte brillante e drejtës ndërkombëtare ishte antare edhe e lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane dhe ata nuk hezitonin që kurdo që kishte nevojë, atë ta dërgonin në Kosovë për të ndihmuar dhe më thanë proceset politike në kuadër të lëvizjes politike të Kosovës. Eva ishte doktore e drejtave të njerëzit dhe doktore e të drejtës ndërkombëtare,
dhe profesore në 6 universitetet e Amerikës. Natyrisht këtu duhet ta theksoj patjetër se ajo ishte këshilltarja kryesore e Lech Walesës gjatë procesit televizive për demokracinë e Poloni. Ajo ishte këshilltare e zotit Bob Dole, i cili ka qenë kandidat për president të Amerikës dhe njëri ndër senatorët më të shquar republikan domethënë në Amerikë. Ajo ishte edhe këshilltare e Dalai Lamës dhe ekspertiza e saj ishte jashtëzakonisht e fuqishme. Duhet të theksoj po ashtu se Eva këtë punë për Kosovën nuk e bënte vetëm si punë thjesht për ta bërë, dhe pse ishte angazhuar nga diaspora jonë, përkatësisht nga lidhja qytetare shqiptaro-amerikane, por e bënte se ndjente. Eva ishte hebreje dhe padrejtësitë që i bëheshin popullit ton, ajo i ndjente thellë në zemër, ajo i përjetonte ato dhe bënte një krahasim midis tmerrave që ka përjetuar populli hebrej me tmerret që përjetojnë shqiptarët e Kosovës. Dhe punonte jashtëzakonisht shumë. Ajo flente vetëm 2 orë. Ajo ishte gjithmonë mysafire në shtëpinë time. Sa herë ka ardhur në Kosovë, ajo ka qenë mysafire në shtëpinë time. Ishte ambientuar aty dhe edhe ashtu e verbër siç ishte orientohej shumë mirë dhe e donte vetëm atë vend. Tan natën unë dëgjoja kompjuterin, ai sigurisht po ishte kompjuter special me zë. Ajo punonte. Flinte jashtëzakonisht pak. Ishte jashtëzakonisht e përkushtuar për çështjen e Kosovës. I besonte zgjidhjes së saj dhe donte të bënte më të mirën. Në netët tona pa gjumë, pas një lodhje të vazhdueshme se ajo në shtëpinë time takonte gati gjithë udhëheqësit e partive politike, gjithë udhëheqësit e lëvizjes politike të Kosovës, bisedonte me ta, ju sugjeronte çfarë duhet të bëhej. Ishte praktikisht këshilltare e një numri të madh të protagonistëve të lëvizjes politike shqiptare dhe kur mbeteshin vetëm në orët e vona dhe në netët pa gjumë, ajo në vend se të pushonte, ajo vriste mendjen se si të mendonte idenë për një avansim të ndërkombëtarizimit të çështjes së Kosovës. Çfarë të bënte që duke përdorur të drejtën ndërkombëtare, praktikisht kornizën e ngushtë të drejtave të njeriut, ku pa të drejtë bota e kishte futur Kosovën dhe trajtimin e çështjes së Kosovës, asaj të jepte një dimension politik. Domethënë çështja e Kosovës nuk mund të zgjidhej brenda kornizës së drejtave të njeriut. Ajo nuk ishte çështje të drejtave të njeriut, të drejtave individuale dhe kolektive të një populli të tërë. Ajo ishte një çështje thjesht politike e cila kërkonte zgjidhje dhe Eva bënte të pamundurën që me ekspertizën e saj të jashtëzakonshme në të drejtën ndërkombëtare të gjente rrugë e shtigje që praktikisht ta nxirrte Kosovën nga korniza e drejtave të njeriut dhe ta impononte në botë tek faktori ndërkombëtar si një çështje e pazgjidhur politike. Mbaj mend më thoshte në vitin 90, çështja e Kosovës nuk mund të zgjidhet edhe 10 vjet së paku. Mu më dukej e tmerrshme ajo. Ne nuk kuptonim asgjë nga politika, jo vetëm unë, por gjithë njerëzit që ishin në lëvizjen politike, udhëheqësit e partive politike dhe pjesëtarët e lëvizjes politike të Kosovës, kishin hyrë aty vetëm si njerëz të vullnetit të mirë, të bënim diçka për vendin tonë. Ne nuk e njihnim politikën. Ne nuk e dinim se si funksionon politika ndërkombëtare, politika globale. Ne nuk e dinim që bota nuk lëviz pse në një vend ndodhin padrejtësi, sepse në shumë vende të botës ndodhin padrejtësi. Por lëviz vetëm kur praktikisht interesat tona përputhen me interesat e tyre. Lëviz vetëm në një konjunkturë të caktuar ndërkombëtare, në një raport të caktuar forcash. Dhe lëviz atëherë kur preken interesat e tyre. Ne këto nuk i kuptonim, nuk i dinim. Dhe jetonim me shpresë se duke nxjerrë kartën e shkeljes së drejtave të njeriut, bota do të lëvizte. Mekanizmi ndërkombëtar shumë vonë kam kuptuar edhe vetë, lëviz në rrethana krejtësisht tjera. Ishte fati joni që ndodhi ndërhyrja e NATO-s. Ndodhi sepse kishte një përputhje për fatin tonë të mirë
të interesave tona me interesat amerikane, me interesat ndërkombëtare, por në radhë të parë me interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ishte një konstelacion shumë i favorshëm i forcave, një raport ndërkombëtar i forcave që këtë e lejonte, sepse ajo do të bëhej ndërhyrja e NATO-s vetëm ashtu siç edhe ndodhi kur në krye të Rusisë ishte Gorbaçovi dhe Jelcini, sa është pyetje se a do të mund të ndodhte në qoftë se në atë kohë do të ishte në krye të Rusisë një si Putini. Fati ynë i madh është se kemi Shqipërinë, kemi vendin tonë dhe jemi të kufizuar me vendin tonë. Dhe në territoret tona kompakte jetojnë 7 milion shqiptarë dhe ky bënte balans me 10 milion sërbë. Dhe bota nuk do të lejonte në asnjë mënyrë që në zemër të Europës të ndodhte një konflikt i gjerë me përmasa të mëdha i cili do të rrezikonte tërë Europën. Ishte fat i madh që ne shqiptarët në Kosovë dhe në Shqipëri natyrisht nuk ishim slabë dhe ne do të shërbenim si një pyk, si një digë për me pengu depërtimin rus në Ballkan. Ishte fat i madh që ekzistante ideja e daljes në det, që ishte shumë e rëndësishme. Fat i madh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të donin dhe do të preferonin një bazë ushtarake në territoret shqiptare. Por fati më i madh është që kishim Shqipërinë, që ishim të lidhur me Shqipërinë, që ne kufizoheshim me popullin tonë dhe ishim 7 milion shqiptarë në territoret etnike kompakte. Fati jonë po ashtu që interesat tona u përputhën me interesat e të mëdhejve, në radhë të parë me interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse sa për Evropën ata dihet që ishin veç nxënës të dëgjueshëm të amerikanëve, ata si të kush. Por kjo ndodhi në një raport të favorshëm forcas, në një konstelacion tepër të favorshëm ndërkombëtar, edhe në kohën kur Rusia kishte një udhëheqje e cila nuk do të pengonte ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë, sepse dihet çka ndodhi me Bosnjën. Bosnja, bota shikoi dhe bëri sehir përderisa po shkatrohej e po zhbehej një popull i tërë. Bosnja nuk ju interesonte perëndimorëve, sepse ajo nuk e kishte popullin e vet në kufilin e vet. Pastaj ishte popullat muslimane dhe Evropës së Krishterë aq i bënte për terrorin që bëhej në një popullatë muslimane. Situata jonë ishte krejt ndryshe. Dua të them që Eva ka punuar me përkushtim të madh prej vitit 90 deri në fillimin e luftës vazhdimisht në Kosovë. Dua të theksoj veçanërisht angazhimin e saj lidhur me ushtarët e vrarë shqiptarë që vinin të vrarë në arkivolet e blombuara nga ushtria jugoslave. Unë kam marrë pjesë në varrimin e thuaja të gjithë ushtarëve të vrarë dhe kam kontaktuar vazhdimisht me familjet e tyre. Urdhri i prerë i autoriteteve ishte që të mos hapen arkivolet e blombuara, megjithatë familjet i hapnin ato dhe ato shihej qartë se ata fëmijët tonë ishin vrarë në ushtrinë jugoslave. Unë në atë kohë isha në krye të shoqatës gruas së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe i bëra një letër të ashpër proteste shefit të shtatmadhërisë të ushtrisë jugoslave, generalit zotit Veljko Kadijević, me një zë të ashpër proteste për ushtarët që na kthehen të vrarë. I futa në zarf fotot e ushtarëve të vrarë ku shihej qartë se ata ishin vrarë. Dhe pastaj fillova punën për grumbullimin e gjithë materialeve faktografike oficiale në mënyrë që të krijoja dosje të ushtarëve të vrarë në mënyrë që ato të qitnim jashtë në Europë dhe në Amerikë. Pregadita 40 dosje me dokumentacionin komplet të ushtarëve të vrarë. Even eftova dhe erdhi nga Amerika enkas për këtë punë, edhe ja dorëzova 40 dosje të ushtarëve të vrarë Evës e lutat që t'i çonte në qendrat më kredibile të Europës dhe Amerikës dhe në organizmat më prestigjioz
të drejtave të njerëzit në Evropë dhe në Amerikë, dhe luta po ashtu që të bënte një padin ndërkombëtare kundër ushtrisë jugoslave për vrasjen e mbi 120 ushtarëve tonë që janë kthyer të vrarë nga ushtria. E di se në atë kohë Shërbimi Sekret Jugoslav përgjënte shtëpinë time në largësi. E di se ma tani shokë imi që e kishin Burgos ato ditë dhe e kanë pyet edhe i kanë thënë që, domethënë, unë i kam dorëzuar Evës këto dosjet e ushtarëve të vrarë. Mandej kur më burgosën edhe mu herën tjetër, më thanë se do të ngrisin akt akuzë kundër meje për dosjet që i kisha nxjerrë jashtë Jugosllavisë, edhe për padin ndërkombëtare që Eva e kishte bërë në institucionet, në këto gjykatat përkatëse ndërkombëtare kundër ushtrisë jugoslave për ushtarët e vrarë. Dhe jo vetëm këtë, Eva ka punuar jashtëzakonisht shumë, edhe duke i dhënë këshilla udhëheqësve televizjes politike shqiptare, edhe duke treguar rrugën më të shkurt për ndërkombëtarizimin më efikas të çështjes së Kosovës, dhe duke treguar se cilat institucione politike ndërkombëtare dhe në ç'më mënyrë duhet të sensibilizohen në mënyrë që kjo rrugë e ndërkombëtarizimit të jetë më e thjeshtë, më e lehtë dhe më efikase. Diaspora ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Dua ta veçoj këtu zotin Red Gjakli, si më thiri në telefon dhe më tha që sa herë që do të ketë nevojë për Evën, unë i bartë shpenzimet e udhëtimit të saj, domethënë pa asnjë problem. Dhe ashtu ka ndodhur. Shumë shpesh e kam thirrë, mirë po këta televizjes politike fillimisht edhe kontaktonin, po më vonë ju dukej se ata e dinin gjithçka, edhe nuk kanë nevojë për ekspertizë të një eksperte brillante të drejtave të njerëzit dhe të drejtës ndërkombëtare. Dhe është e turpshme se si institucionet tona asnjëherë nuk u kujtuan të nderojnë Evën, e cila kishte bërë aq shumë dhe me aq pasion, me aq emocion për Kosovën, për ndërkombëtarizimin e çështjes së saj dhe për zgjidhjen e drejtë të çështjes së Kosovës. Jo vetëm që nuk e ftuan asnjëherë në asnjë nga eventet që bëhen për të shënuar për vjetorin e deklaratës së pavarësisë, ku Eva ishte protagonisti kryesor dhe pa Evën me dy korrik nuk do të shpallej deklarata e pavarësisë. Jam shumë e bindur për këtë. Por asnjëherë nuk u kujtua t'ia japi një dekorat apo një mirënjohje për gjithë çfarë bëri për Kosovën. Në fund, Eva e donte aq shumë Kosovën sa mbeti për të punuar në Kosovë dhe ishte zëvendëse e shefit të OSBE-s këtu në Prishtinë. Përfundoi, ashtu siç thanë autoritetet zyrtare këtu, me vetvrasje. Dhe unë jam e bindur, unë fakte nuk kam, ama unë jam e bindur që ajo nuk ishte vetvrasje. Nuk do të mund të ishte vetvrasje. Even e kam pas shoqen dhe miken më të ngushtë të jetës time. E kam njohur shumë mirë. Ajo ka qenë një konstrukt shumë i fortë psikik, dhe ajo nuk do ta bënte atë në asnjë mënyrë. Unë kam dyshime të thella dhe ajo jam e bindur është vrarë. Dhe unë kam ndërmarrë gjitha hapat që ta unë hetu se nuk jam, ama të marrë informacionin se si ka ndodhur kjo dhe si është e mundur që institucioneve politike e shtetërore në Kosovë nuk ju ka interesuar fare se si ndodhi vdekja e Evës. Vdekje e cila është tepër misterioze. Bindja ime e thellë është që është vrasje, sepse Eva ka pasur edhe shumë punë për të ndihmuar për shtetëndërtimin e Kosovës. Shihni ku jemi sot. Është e turpshme se si institucionet tona politike dhe shtetërore asnjëherë nuk u kujtuan të nderojnë Evën, këtë margaritar televizjes politike shqiptare. Nuk ka ndodhur asnjëherë që në gjithë këto evente që janë mbajtur në përkujtim të dy korriku deklaratës së pavarësisë, Eva nuk është ftuar, përderisa Eva ishte protagonistja kryesore e shpalljes së deklaratës së pavarësisë. Deklarata e pavarësisë nuk do të shpallej me dy korrik 90-ën pa Evën. Unë jam e bindur për këtë. Ajo edhe mund shpallej më vonë, mirë po kush garanton se pushteti nuk do të organizonte burgosjen e 2 ose 3 delegatëve dhe të pamundësonte quorumin. Ata do ta bënin këtë.
Asnjëherë autoritetet politike dhe shtetërore nuk menduan dhe nuk bën asgjë për ta dekoruar Evën, për t'i dhënë një mirënjohje, për gjithë çfarë bëri ajo, jo vetëm për shpalljen e deklaratës së pavarësisë, por edhe shumë herë të tjera, në mënyra të tjera, për shumë çështje të tjera, siç është çështja e ushtarëve të vrarë në Ushtrinë Jugoslave që i përmenda, siç është këshillat, domethënë që ajo në vazhdimsi për 10 vite me radhë i ka organizuar për udhëhecit më të lartë të lëvizjes politike e shtetërore të Kosovës. Për këshillat se si të bëhet, cilat rrugë të ndiqen që të bëhet më e shkurtë rruga e ndërkombëtarizimit efikas të çështjes së Kosovës. Për rrugët se cilat institucione politike duhet, domethënë, në cilat institucione politike e shtetërore në botë duhet të bëhet presion dhe në çfarë mënyre që çështja e Kosovës të nxirret nga korniza e drejtave të njeriut dhe të vendoset në rrafshin e saj të vërtetë dhe politik. Se cilat janë mënyrat që duhet të trajtohen në mënyrë që kjo çështje të ecën më shpejt. Këtë nuk e bën as institucionet politike, as shtetërore, bile nuk më kujtohet që as ndonjë organizëm jo qeveritar është kujtuar që ta nderojë Evën për gjithë çfarë bëri ajo me shumë pasion, me shumë emocion për Kosovën dhe lirinë e saj. Eva ka qenë aq e lidhur me Kosovën, saqë edhe pas çlirimit të Kosovës ajo ka punuar në Kosovë. Ka qenë zëvendëse e shefit të OSBE-s në Kosovë. Ajo vdiq dhe versioni zyrtar i vdekjes së saj ishte vetvrasje. Unë jam shumë e bindur që ajo nuk ishte vetvrasje. Eva ishte një konstruksion shumë i fortë psiqik, dhe ajo nuk do ta bënte këtë. Kam njohur, ka qenë mikja ime më e shtrejtë. Eva, sipas gjitha gjasave, mendoj unë, është vrarë me direktivën e agjentëve rusë edhe sërbë, sepse Eva ka pas shumë për të ndihmuar për ndërtimin e Kosovës edhe në ditët e sotme. Ju po e shihni ku ka mbetë Kosova dhe ku është ka ta ndisur Kosova sot. Prandaj, unë vetë personalisht kam ndërmarrë një hetim, unë nuk jam hetuese, por një mbledhje të argumenteve e dokumenteve për të parë se si ka ndodhur kjo, sipas meje, vrasje e organizuar. Politikës së Kosovës, domethënë institucioneve politike të Kosovës dhe institucioneve shtetërore, fare nuk ju ka interesuar që të zbardhin këtë rast eklatant dhe tepër tragjik. Unë personalisht që nga mosha 16 vjeçare jam e angazhuar në lëvizjen kombëtare, që në moshën 16 vjeçare kam qenë pjesëmarrëse e demonstratave të vitit 68. Nuk kam qenë ndër organizatorët e tyre, por kam qenë pjesëmarrëse aktive e tyre. Më ftonin që atëherë në 68 që t'i bashkohem lëvizjes ilegale, megjithatë unë nuk pranova t'i bashkohem lëvizjes ilegale, por mendova se shumë më tepër mund të kontriboj duke qenë e lirë se sa nga burgu. Dhe bëra një punë të fuqishme kombëtare në gjimnaz, isha nxënëse e vitit 2 gjimnaz. Dhe atëherë sollëm vendim për përjashtimin tim nga gjimnazi, për veprim nga pozitat, siç thoshin atëherë, të nacionalizmit dhe irredentizmit shqiptar. Kam qenë pjesëmarrëse edhe në demonstratat e vitit 81, natyrisht, jo organizatore, por pjesëmarrëse e thjeshtë. Dhe kam qenë, nuk është modeste të them, por kam qenë intelektualja e vetme që kam dalë hapur botnisht, legalisht në mbrojtje të demonstratave të vitit 81. Ka pasur një miratim dhe një mbrojtje në heshtje nga inteligjencia e Kosovës, ama të delet hapur, kë nuk e kujtoj një intelektual tjetër i cili hapur ka dalë në mbrojtje të demonstratave të vitit 81. Me 5 prill në vitin 81 jam ngritur dhe në mbledhjen e partisë në fakultet, hapur e kam kundërshtuar vlerësimin e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Jugosllavisë për kundër revolucion, në emër të cilit pastaj u bën tortura të tmerrshme, jo vetëm ndaj rinisë, por ndaj të tërë popullit të Kosovës. Kam pas po ashtu ftesë të futem përsëri në lëvizje ilegale me grupin e Ushqim Hotit,
kam pas disa takime me grupin dhe në njërin nga ato takime zoti Halil Alidema ma caktoi detyrën që të merrem me Gjakovën dhe të shkoj konkretisht në ndërmarrjen me Talikun në Gjakovë fillimisht e pastaj me krejt Gjakovën, sepse konsideroj se Gjakova në atë kohë nuk ishte shumë e zëshme në proceset e Tellet e Mishit. Kam marrë pjesë natyrisht edhe në gjitha demonstratat që janë marrë në Kosovë, kam marrë pjesë, edhe në vitin 89 natyrisht. Kur u hap debati për ndryshimet kushtetuese, unë po ashtu kam bërë një punë të jashtëzakonshme me studentët e mi, duke qenë profesor në fakultetin e atëherë zeftarisë e metallurgjisë tani fakultetin i gjeologjisë, i gjeoshkencave dhe teknologjisë. Kam kundërshtuar po ashtu në mbledhjen e partisë, domethënë ndryshimet kushtetuese dhe ndryshimin e pozitës kushtetuese të Kosovës. Kam organizuar rezistencën e studentëve atje dhe kam përpiluar dhe lexuar para plot amfiteatrit me profesorë dhe fakultet shqiptare sërbë natyrisht që ishin aty, telegramin për krahas minatorëve të Stantergut. Me që në vitin 89 dolen demonstrati, isha shtatzan muajin e 7, këta lotësirësit i futnin helmen atë kohë, e humba fëmijën tim, dhe nuk munda atëherë, domethënë, të jem pjesëmarrëse në aktin e themelimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës për shkak se isha e shtruar në spital. Pas një muaj jam ba antare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, si edhe gjithë Kosova, dhe me 8 mars 90, praktikisht në kuvendin e parë themelus, më zgjodhën si kryetaren e parë të shoqatës së gruas të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në atë kohë kishte një mobilizim të papar të grave që të kontribonin çështjes shqiptare. Domethënë ishte dëshira për të ndihmuar dhe për të punuar për vendin që mobilizoj gjithë atë numër enorm të grave, ku ne për 7 muaj, më pak se 7 muaj, antarësuam 80.000 grave. Dhe aktiviteti im ishte shumë i fuqishëm. Ashtë s'kush më mirë se gruaja nuk është në gjendje ta bëjë sensibilizimin e çështjes kombëtare, se në sensibilizimin, kam fjalën për sensibilizimin ndërkombëtar. Organizonin protestë të ndryshme, akte të ndryshme të padëgjueshmërisë qytetare, demonstrata të ndryshme. Kishim kontakte të vazhdueshme me emra shumë të fuqishëm të politikës ndërkombëtare, me shtetarë të ndryshëm, me politikanë të ndryshëm ndërkombëtare, kështu me radhë. Mirë po shumë shpejt burrat e partisë pa një rrezik prej shoqatës dhe pa një rrezik personalisht nga unë. Më quajtën autoritare, diktatore, populiste, edhe më akuzuan se po bëja parti brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Domethënë po më akuzuan se po bëja parti në parti. Edhe urdhëruan që shoqata të merret vetëm me çështjet e gruas dhe të fëmijës, dhe jo me çështje politike. Gruaja domethënë s'ka pse të merret me politikë, por vetëm me çështjet e gruas dhe të fëmijës. Unë natyrisht e kundërshtova këtë deri në fund. Njëherë shkova takova zotin Rugova në Institutin Albanologjik dhe i thash që kërkoj për krahjen e juaj. Pas dite unë mbajt mbledhja e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kryesisë së shoqatës sonë. Të gjithë më kundërshtuan, më anatemuan, më sulmuan. Presidenti Rugova ishte asnjëjës. Unë ndajta karshit gjithëve, nuk i meta borxh askujt. Mbrojtja shëndrimin tim deri në fund dhe u thash që kjo është masivizimi kaq i madh i shoqatës dhe efekti kaq i madh që ajo bën në sensibilizimin ndërkombëtar është mkat të humbet. Kështu sepse motivi aty grave që janë antarësu ishte thjesht motivi kombëtar për të ndihmuar çështjen kombëtare, në pamundësi për të ndryshuar rrjedhat dhe është dorëheqje të parevokueshme nga pozita e kryetares shoqatës gruas së LDK-s dhe u tërhoqa plotësisht nga LDK-ja. Unë jam shumë kundër kuotës e grave. Kuota e grave është për mua kuotë e turpit. Ajo e cënon integritetin profesional edhe integritetin mendor të gruas. Për mua nuk ka qenë fare problem. Unë jam rrit me një familje ku gjithë jemi trajtuar barabartë, edhe motra dhe vëllezërit.
atë nuk e kam pas fare ngarkesë as problem dhe për të pranuar, jam pranuar mirë në turbimin e demonstrata në aktivitete jashtëzakonisht mirë, ama brenda udhëheqjes politike të lidhjes demokratike të Kosovës nuk jam pranuar mirë. Ata kanë pas, dhe me thanë, një rezistencë ndaj meje, për të mos i thënë me emrin e vërtet. Hajde të gratë dhe xhelozia kuptohet, veç të burrat unë e kam djerë edhe nga burrat, atë xhelozi me lidhjen demokratike të Kosovës. Shoqata kishte një aktivitet të jashtëzakonshëm dhe bënte jashtëzakonisht shumë, ishte shumë e pranishme në media, ishte organizatore e shumë aktiviteteve të protestave, demonstratave, pa dëgjueshmërisë qytetare, kështu me radhë, dhe prite jashtëzakonisht mirë në popull, përderisa ata në pretekstin e ndryshimit të statusit edhe të formatit të shoqatës dhe në emër të ndryshimit të gjoja emrit të shoqatës nga shoqata në forum, ata i morën autonominë shoqatës, e shndruan forum edhe i urdhëruan lidhja demokratike pra e Kosovës, i urdhëruan të merret vetëm me çështjen e gruas së fëmisë. Gruaja nuk ka pse të merret me politikë. Edhe ajo u shkapërder tamam siç e kisha parapar. Po këta 6 muaj nuk e lanë tekstin e dorëheqjes time, nuk lejuan votimin e tekstit. Qasi monopoli total medial, politik edhe financiar ka pas lidhja demokratike, e cila atëherë do me thonë përjetoj jo si parti, po si lëvizje. Pas 6 muajsh, zoti Berim Shala e botoi tekstin e dorëheqjes time me gjithë argumentimin e saj.